Nëse pajtohesh me këtë që do të dëgjosh, pëlqeje videon. Sepse kjo është më shumë se një paralajmërim, është një thirrje për mbijetesë. Ata nuk të ushqejnë. Ato të përpunojnë. Ushqimi që konsumojmë sot nuk ka më lidhje me tokën, natyrën apo jetën. Çdo gjë është bërë në laborator, përfitim dhe kontroll. Bukët e bardha janë zbardhur me kimikate, të mbushura me sheqer dhe aditiv për t'u dukur të freskëta më gjallë. Ato nuk kanë më fibra, nuk kanë lëndë ushqyese. Vetëm karbohidrate të zbrasta që rrisin nivelin e sheqerit në gjak dhe të çojnë drejt diabetit. Pijet e gazuara janë përzierje aciditeti, sheqeri artificial dhe ngjyruesisht të dëmshëm si E150D apo aspartame, të lidhura me probleme neurologjike dhe dëmtime të mëlçisë. Ushqimet e shpejta, si hamburgerët dhe patatet e skuqura, janë të mbushura me vajra të ricikluar, mish të ngrirë prej muajsh, aditiv aromatik që mashtrojnë trurin dhe krip në sasi të frikshme. Jo më kot pas një vakti të tillë ndihesh i lodhur, trupi yt po lufton të kuptojë çfarë ke futur në të, ëmbëlsirat industriale, biskotat, çokolladat me mbushje, përmbajnë vaj palme të rafinuar, ngjyrues artificial si tartrazine, E102 dhe konservues si BHA e BHT që janë të ndaluar në disa vende për shkak të lidhjes me kancerin. Produktet e mishit të përpunuar, sallam, proshut, suxhuk, virshle, janë të pasura me nitrite dhe nitrate natriumi që formojnë nitrosamina në stomak, substanca potencialisht kancerogjene. Dhe më e keqja? Fëmijët janë ata që konsumojnë më shumë nga këto produkte, duke filluar ditën me drithëra të ngjyrosura me më shumë sheqer sesa një kanaçe kola. Nuk është ushqim. Është një armë e heshtur. Dhe ne e blejmë vetë. Lexo etiketat. Mëso emrat e aditivëve. Kupto që kur një produkt ka 20 përbërës dhe ti nuk njeh asnjërin, nuk është për ty mbrojë veten. Mbroj ata që do, sepse kjo luftë nuk bëhet me armë, por me ushqimin në pjatën tënde. Nëse ende po dëgjon këtu, është koha të zgjedhësh. Jeto i vetëdijshëm ose vdis i mashtruar.